Në kërkimet e vitit 1959 u zbuluan 5 skulptura të tilla që na paraqesin funksionar të lartë të qytetit të lashtë. Mënyra dhe stili për punimit të fytyrës dhe të flokëve në këto punime tregojnë se ato i përkasin gjysmës së parë të shekullit të tretë të erës së re. Me kujdes zbulohet një nga këto skulptura që është mjaft e dëmtuar. Megjithse arti antik në këtë kohë në perandorinë romake ndodhej në rënje, në Apolloni vret përkundrazi ende një farë lulëzimi në artin e skulpturës. Pjesa më e madhe e skulpturave të zbuluara këtu dhe në qytetet e tjera antike punoshin nga mjeshtër vendës. Pra godinës zyrtare të Apollonisë së lashtë u gjendën dhe mbeturinat e një tempulli. Edhe këtu dora e kujdesshme e arkeologut nxorri vlera të rëndësishme që dëshmojnë mbi të kaluarën. Ja një shtyllë dhe një kapitel që zbukuronin tempullin e dikurshëm. Në një nga lagjet e pasura të Apollonisë, u zbulua një shtëpi e madhe e shekullit të 2-3 që zinte një sipërfaqe prej rreth 3000 metra shkatrore. Dhomat e kësaj shtëpie janë të shtruara me pllaka mermeri dhe shumica me mozaik shumë ngjyrshme. Në këto mozaike paraqiten motivet ndërlikuara gjeometrike, figura dhe skena të nxjerra nga mitologjia e pasur antike. Ja një mozaik i pasur në të cilin tregohet një ngjarje nga mitologjia antike, lufta që grekët e udhëhequr nga Akili bëjnë kundër amazonëve që udhëhiqeshin nga Pentesila. Figura e një kal deti. E bukura e detit Nereida hypur mbi delfin. Në jetën e qytetit të lashtë Apollonisë, keramika luante rolin kryesor në ekonominë shtëpiake. Qyteti ishte i pajisur me një sistem të përsosur kanalizimesh. Këtu zbulua një sistem i veçantë ngrohje për banjo. I pasur ishte qyteti dhe në skulptura me të cilat zbukuroshin shtëpiat e të pasurve. Kokë e një fëmije. Torsi i Apollonit. Me këto skulptura zbukuroi korridori i shtëpisë rreth të cilit ishin dhomat. Demosteni, personaliteti që quar i kohës antike. Busti i një filozofi. Shtati i vogël i Athinas, punuar sipas originalit të skulptorit të madh Fidia. Figura plot shprehje e Atlasit.
Të gjitha këto tregojnë dhe njëherë se Apollonia ka qenë një qendër e madhe kulture dhe arti. E bukur është dhe kjo godinë monumentale, që ka një qendër, një basen të rrethuar me një korridor të shtruar me një mozaik shumë ngjyrësh. Jashtë mureve të qytetit, në luginin e bukur të Kregjatës, ishin varrezat e Apollonisë. Këtu u hap kjo tume madhe me një diametër prej 30 metrash. Ajo përmban 146 varre të tipeve dhe kohëve të ndryshme që shtrihen nga shekulli 6 deri në shekullin e 2 para erës së re. Në këto varre u gjetën objekte të ndryshme që u ishin dhënë të vdekurve me vete. Në kohët e vjetra përdoreshin dy lloj varrimesh, me kufom dhe me djegje. Në rastin e dytë, hiri futej në një vazo të posaçme. Ja një nga këto vazo prej balte. Një pjesë e tyre pikturohej bukur me figura njerëzish ose skena mitologjike. Me objektet që zbulohen nga viti në vit, muzeumet tona pasurohen me materiale të reja dhe interesante. Nëpërmjet studimit të këtyre objekteve hidhet dritë akoma më shumë mbi mjaft aspekte të jetës dhe punës së banorëve të lashtë të vendit tonë. Gjithnjë më tepër pasurohen njohuritë